ftoj përfaqësuesin e lëvizjes vendosje, kryeministrin e Republikës së Kosovës, zotin Albin Kurti, që ta propozoj kandidatën apo kandidatin për kryetare apo kryetar të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Ju lutem. I nderuari kryesuesi i seancës konstituive, zotëria Avni Dehari, e nderuara zëvendës kryesuese e seancës konstituive, zonja Fatma Thaçi, të nderuar deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës, të nderuar ambasador dhe diplomat të tjerë të akredituar në vendin tonë, të nderuar gazetar, të dashur qytetar, zonja dhe zotëri, urime të gjithëve zgjedhja deputet nga zgjedhjet parlamentare të parakoshme të 7 qershorit, të tretat për brenda 16 muajve, urime detyra e përfaqësuesve të popullit dhe ligjvënësit demokratik pas betimit të cilin përsa e bëm bashkarisht. Ju dëshiroj punë të mbarë dhe suksese në legjislaturën e 11. Me njëherë pas certifikimit rezultateve, ne filluam takimet për konstituimin e institucioneve, e falenderoj kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, zotëri Bedri Hamzën për takimin, e falenderoj kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotëri Lumir Abdigjikun për takimet. Ato bisedime u pezulluan për shkak të zhvillimeve të brendshme në LDK, rifillimi i bisedimeve u bë vetëm në këtë javë. Ne duam bisedime edhe me PDK-n, edhe me AOK-n, ndonëse refuzimi i tyre është i qartë. Zgjedhjet e 7 qershorit na u shkaktuan sepse në prill nuk u zgjodh presidenti. Ne duam të ecim përpara bashkarisht. Por na duhet dakordimi sa më i gjerë për presidentin unifikues, ashtu si që kërkon kushtetutshmëria për të cilën u betuam sot. Konstituimi kësaj radhe nuk bën të jetë sërish drejt edhe një shpërndarje të kuvendit dhe përsëri zgjedhjeve të parakoshme, të paarsyeshme, të panevojshme për qytetarët e të dëmshme për ekonominë. Andaj, i nderuari kryesues, zotëria Avni Dehari, kërkojmë kohë shtesë që t'u japim shans bisedimeve politike për marrëveshje për president a presidente të re. Ju faleminderit. Ju faleminderit, me që nuk kemi emër nga subjekti më i madh, atëherë obligohem që të ndërpres seancën. Për vazhdimin e seancës do të njoftoheni me kohë.